ai pensioni nuk u del për ilachet. Jeni prind dhe shkoni në spital me fëmijën dhe shihni që po su dhat para, nuk vë njeri do. Jeni fermer, jeni blektor, dhe aty në fushat tuaja, në fermat tuaja, në stavat tuaja, pas jeni lodh një sezon dhe keni prodhuar, e hidhni produktin në kanal se nuk ka treg, se u mbyt kontrabanda. Shkoni në shkollë në mëngjes, shoni fëmijën dhe nuk ka ngroje, xhamat janë të thyer, nuk ka shërbim për të vegjëlit tuaj. Atë çast do të votoni për këta apo kundër këtyre? Ikën fëmija në emigrim pas i shkthyer me lot në sy, apo fëmija i radhës qohet dhe la dheun duke u lënë vetëm në vatrën tuaj. Atë çast kur shihni lotin në sytë e tij, do të votoni për këta apo kundër këtyre? Është dita që të votoni për të marrë hak për fëmijët që u kanë ikur, për produktet që keni derdhur në fushat tuaja, për shkollat që mungojnë, për pensionet e ulta, për dhunën që u ushtrojnë me tatimorët e tyre duke u trembur. Është koha të votoni ndryshimin.